Më shumë se 2000 burra shqiptar ishin liruar befas me 22 maj të vitit 1999 nga burgu i Smrekonicës. Forcat serbe që kontrollonin këtë hapësane i hipën ata nëpër autobus, duke mos u treguar se ku po i qojnë. Të burgosurit kanë thënë se ishin friksuar se po i dërgojnë për t'i pushkatuar diku. Sidoqoftë, ata ishin transportuar drejt Shqipërisë dhe disa kilometra larg kufirit në Morin, ishin detyruar të zbritnin dhe të nisen për në Kukës. Të burgosurit shihen duke u ngutur teksa kalojnë kufirin, nga frika se mos po qellohen me armë nga pas. Gjatë qëndrimit në Smrekonicë, ata ishin mbajtur në kushte të rënda për muaj të tërë. Shumë shqiptar, kryesisht nga zona e shalës së Bajgorës, Mitrovicë e Vushtri, ishin maltretuar në këtë burg famkeq nga forcat serbo-jugoslave. Shumë nga ta kanë treguar se ishin goditur me shkopinj druri dhe kontak armësh nëpër trup. Jo, traskapitën plan që një muaj ditë mi dalë në shtëpi. Sa ditë keni qenë? Sot pe burgu këtu na kanë pru drejt. Sa ditë Kemi nejt 21 ditë. Po pse u futën burgu? Ai forca bën vetën gjithçka bën. A u kanë kështu? Jo, deti bën. Faktikisht po. Në atë kohë ishte raportuar edhe për të vrarë në këtë vend. Të mbjetuarit kanë qenë në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të dhunës dhe kequshqyerjes. Në Smrekonicë u mbajtën dhunshëm edhe burra tjerë, që ishin kapur gjatë shkuarjes si refugjat për në Shqipëri, në muajt mars, prill dhe maj. Në këto kolona, ata ishin ndarë nga familjet e tyre. Nuk e di medit kur na therrën sot në mëngjes edhe na shtrin në autobus, thanë hajde shkoni për Shqipëri, keni lyp. Natën edhe edhe një 2 muaj, 3 muaj thanë që është nuk e di. Familjen nga kanë ndapi, familje, fëmin, grunë, fëmin nuk e di të. Një moment emotiv ishte